janë problematikat më të shpeshta që hasin personat që punojnë në zyrë? Disa nga problematikat kryesore që hasin këta persona janë dhimbjet e mesit apo dhimbjet e qafës, e të ndryshe në gjuhë mjekësore, lumbalgjia ose cervikalgjia. Cilat janë simptomat më të shpeshta që paraqesin këta pacientë? Pacientët me dhimbje mesi referojnë dhimbje në pjesën lumbare, mpirje të njerëz prej gjymtyrëve të poshtme, pamundësi në lëvizje ose reduktim të lëvizjes, pamundësi ose vështirësi në ngritjen e një peshë të caktuar apo ndryshimin e pozicionit. Ndërsa për sa i përket pacientëve me probleme ose me dhimbje të pjesës së qafës, aty simptomat janë shumë herë më të ndryshme nga pjesa e mesit, ku shohim marrje mendesh, ndjesi për tjera, dhimbje koke, mpirje të gishtave apo të krahut në tërësi, ndjesim sikur po i rëndon koka e të tjera. Çfarë këshillohet në këtë rast? Rehabilitimi nis që në ambientin e punës duke filluar të përmirësosh pozicionin në të cilin pacienti ose personi në fjalë punon, që do të thotë para kompjuterit, laptopit apo diçka ngjashme. Më pas është rehabilitimi në klinik, ku pasi është bërë ekzaminimi në mjekun përkatës, kryen të gjitha testet e nevojshme për të nisur ose për të përcaktuar një protokoll rehabilitimi ku konsiston fillimisht me terapinë me modalitete. Modalitetet përfshin aparatura të ndryshme, të cilat kanë për qëllim qetësimin ose reduktimin e dhimbjeve, uljen e inflamacionit në rast të kemi dhe përmirësimin e muskulaturës. Më pas është terapia manuale, e cila ka për qëllim lirimin e indeve të buta dhe kontrakturave të ndryshme. Dhe së fundmi dhe jo më pak e rëndësishme është terapia ushtrimore, e cila konsiston në ristrukturimin muskular dhe postural të trupit.